Lejoni që të ngushëlloj gjithë ata familje që kanë humbur në tragjedinë e fundit në Koçan, gjithsesi që është humbje e madhe, por është rast i cili nuk duhet të heshtet dhe besoj që kjo shtëpi nuk duhet të hesht për këtë çështje. E dyta, në lidhje me këtë pas skadimit të ditëve të zis, vendoset që kuvendi mos të punon. Kërkoj arsyetim nga ku dhe për çfarë arsye vendoset që kuvendi të mos punon një javë dhe të anulohen seancat e konvokuara me kohë. Për faktin që institucionet vendore janë të obliguara të funksionojnë edhe në gjendje krize, gjendje lufte dhe gjendje jashtëzakonshme. Sa u përket koordinimeve, Nikola, mendoj që ti më spaku duhet folish për atë, se nëse riktheheni pak më mbas në kohë, po deshët i keni në arhiv gjitha video incizimet, cilët ishin qasjet tuaja për to çështjet ngjashme që këtij vendi për fat keq i ka ndodhur në kontinuitet. E dyta, me rregullore po bëni dhe vazhdoni të bëni haosin. Në mandatet paraprake, po thoja që atë që e bëni përjashtim do t'ju mshon kokës. Po vazhdoni të bëni përjashtime që do t'ju mshon kokës. Fakti që propozuesit e autorizuar kanë të drejtë të propozojnë shtimin e rendit të ditës, nuk nënkupton se në shumës çdo një mundet 100 pika t'i propozon për shtim në rend të ditës, si që bani Toni Arevski sot me 2 pikat. Pa e din që keni hap ju, Nikola. Ti të drejtojmë si koordinator, ti të drejtojmë si koordinator, a e dini që keni hap me këtë pikë sot, që një deputet mundet të propozoj 2 pikë. Jo, ti të them, se kisë merë. Vetëm t'ju të them se jeni jashtë rendit të ditës, mund lirisht t'ja marrë fjallën, por vazhdoni po ju jap vërejti. Po ki rendi i ditës jashtë që jam unë sot, dhe të mëshu e kokës nesër, ty, edhe këtë atire që e lejon këte. Andaj, këte e një regullave, Nikola, e shoqë që ditësh, që nga nesër, nga seanca tjetër, dhe të keni nga 100 pika propozim rendi ditës për të ushtu në vetë seancën. Për shumë kur dhe të mbaroni me seancën. Nuk e kuptoni? Kuptoni shumë mirë, kuptoni, veçantë i ti e kuptoni shumë mirë që ka keni hapë sot. Točno është të zbora, profesorke, točno e profesor. Është e sakt nga seanca e ardhshme se çfarë do t'ju flasë. Këtë do të shihni nga seanca e ardhshme.